Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nuk duhet i konsumoni këto 3 ushqime nëse vuani nga tensioni i lartë i gjakut. Hipertensioni ose presioni i lartë i gjakut prek miliona individ në mbar botën dhe është një faktor i rëndësishëm i rrezikut për sëmundjet kardiovaskulare. Ndërsa medikamentet dhe ndryshimet në stilin e jetesës mund të ndihmojnë në menaxhimin e hipertensionit, një aspekt kyç që shpesh neglizhohet është dieta. Ushqimit që konsumoni luan një rol të rëndësishëm në shëndetin ton të përgjithshëm dhe kjo përfshin presionin e gjakut. Disa ushqime mund të lehtësojnë gjendjen ndërsa të tjerët mund ta përkeqësojnë atë. Kardiologu Rit Bergot, dietologja Kurtia Navit dhe dietologja Susan Secher kanë cituar ushqimet që duhet të shmangni nëse doni të luftoni problemet e hipertensionit. Një nga produktet ndikuese negative në shëndetin tuaj kundër hipertensionit është edhe mishi i përpunuar. Mishi i përpunuar i ushqimeve mund të dëmtojë seriozisht shëndetin kardiovaskular. Sipas Dr. Bergot, mishrat e ushqimeve janë një opsion më i keq kur bëhet fjala për presionin e gjakut dhe shëndetin e zemrës. Mishi i përpunuar kryeson listën e ushqimeve që mund të rrisë rrezikun e ngjarjeve kardiovaskulare, duke përfshirë sulmin në zemër dhe goditje në tru, citon She Finds. Një tjetër produkt negativ janë produktet e furrës si biskotat ose ëmbëlsirat. Nëse na pëlqejnë ëmbëlsirat në vend të ushqimeve të kripura, është e rëndësishme të mbani mend se ato mund të dëmtojnë edhe zemrën. Eksperti thekson se duhet të shmangni produktet e përpunuara të bukës së ëmbël si biskotat dhe ëmbëlsirat nëse doni një zemër të shëndetshme. Sheqeri mund të çojë në një mori të efekteve negative shëndetësore duke përfshirë presionin e lartë të gjakut, potencialisht edhe me ndikime negative për trupin tuaj. Edhe ushqimet e ngrira janë me ndikim negativ në nivelin e hipertensionit. Vaktet e ngrira janë disa nga opsionet më të përshtatshme dhe ndonjëherë më të shijshme, por konsumi i rregullt mund të jetë i keq për shëndetin e zemrës. Eksperti thekson se këto vakte zakonisht janë të ngarkuara me natrium, i cili përbën një rrezik të konsiderueshëm kur konsumohet në tepritës të madhe. Ushqimet e ngrira shpesh përgatiten me konservues dhe përmirësues të shijes për të zgjatur jetëgjatësinë dhe për të përmirësuar shijen e trupit tuaj, duke ndikuar kështu edhe në rritjen e problemeve tuaja të hipertensionit. Hipertensioni, i njohur ndryshe si tensioni i lartë i gjakut, është një nga sëmundjat me të cilat bashkëjetojnë gati 30% e popullatës botërore, një vrasës i heshtur që po rritet me një shpejtësi të frikshme. Kjo sëmundje kronike karakterizohet nga rritja mbi vlerat normale të tensionit të lartë të gjakut në arterje. Prania e hipertensionit te një person rrit rrezikun për zhvillimin e patologjive të tjera si diabet, sëmundje kardiovaskulare, iktus e të tjera, dhe mund të kërcënojë ndjeshëm shëndetin tuaj. Një prej këshillave që ndoshta jepet më shpesh nëse vuani nga hipertensioni është të ndryshoni regjimin tuaj ushqimor. Në këtë video do të gjeni të gjitha ushqimet që duhet të hani për të mbajtur nën kontroll tensionin e lartë të gjakut. Ushqimet që përmbajnë magnez dhe kalcium janë një përbërës shumë i mirë për dietën tuaj. Ushqimet e pasur me magnez dhe kalcium ndihmojnë në kontrollin e tensionit të gjakut. Ushqimet që përmbajnë magnez janë drithrat, orizi integral, bajamet, gështenjat, fasulet, spinaqe e të tjera. Ushqimet që përmbajnë kalcium janë kosi, djathi, lakrat, brokoli, spinaqi dhe lakrat jeshile. Gjithashtu, selinoja mban në kontroll kolesterolin dhe stimulon veshkat dhe shërben për të luftuar hipertensionin. Selino përmban minerale shumë të rëndësishme të tilla si kalium, zink, kalcium hekur, fosfor, magnez, vitaminën C, vitaminën B e të tjera. Në mjekësinë kineze, selinoja është përdorur si ilaç për tensionin e lartë. Lëngu i selinos është një mjet i shkëlqyer për të ruajtur shëndetin e mirë dhe mban larg gjithashtu toksinat nga trupi. Edhe peshku është një ndihmës i shkëlqyer për të mbajtur nën kontroll nivelet e hipertensionit. Peshqit të tillë si salmoni, toni, trofta e të tjera janë të pasur me acide yndyrore omega 3, të cilët ndihmojnë në uljen e tensionit të lartë të gjakut. Salmoni përmban acide yndyrore të cilat mund t'i prodhojë trupi në gjendje të vogël. Gjithashtu, erëzat jo vetëm që ndihmojnë në përdhënien e një shije më të mirë të ushqimeve, por ato ndihmojnë edhe në uljen e tensionit të gjakut.
rigoni, piperi i zi, borziloku dhe shafrani do ju ndihmojë dukshëm në uljen e niveleve të tensionit. Edhe hudhra është një produkt pozitiv në menaxhimin e niveleve tuaja të hipertensionit, duke sjellë rezultate të kënaqshme në këtë aspekt. Studime të shumta kanë treguar se hudhra është efektive në uljen e tensionit të lartë të gjakut. Ulëntuesit australian kanë theksuar se doza nga 600 deri në 900 mg që përdoren në shumicën e mjekimeve përmban 3.6 dhe 5.4 mg të alicinës, përbërësi aktiv i hudhrës. Edhe çokolata e zezë është një ndihmës shumë i mirë për uljen e presionit të lartë të gjakut. Konsumi i çokoladës së zezë është i mirë për shëndetin e zemrës pasi do të ulë shtypjen e lartë të gjakut. Specialistët këshillojnë që gjithashtu së bashku me dietën e dur të sëmurët me hipertension, duhet të bëjnë ecje dhe shëtitje në ajër të pastër të paktën 2 deri në 3 herë në javë, në mënyrë që të kenë një menaxhim më të mirë të niveleve të hipertensionit. Domatet, të pasur me kalium dhe likopen, të cilat ndihmojnë gjithashtu edhe në uljen e presionit të gjakut dhe rrezikun e sëmundjeve të zemrës, citon Totally Wellness. Selinoja, për shkak të elementeve përbërës që gjenden në të, mund të kontrollojë uljen e presionit të gjakut. Manafera, përmbajnë antioциaninë të cilat rrisin nivelin e oksidit nitrik në gjak dhe ndihmojnë uljen e presionit të gjakut. Thjerrzat dhe fasulet, të pasura me fibër, magnez dhe kalium, ndihmojnë në rregullimin e presionit të gjakut. Farat e kungullit përmbajnë magnez, kalium dhe arginin, të cilat dukshëm ndihmojnë në relaksimin e enëve të gjakut dhe uljen e presionit të tij. Portokalli dhe grapefruit gjithashtu është një ndihmë shumë e mirë për uljen e presionit të lartë. Ato janë të pasura me lëndë ushqyese që reduktojnë rrezikun e sëmundjeve në zemër dhe hipertension, por duhet të jeni më të kujdesshëm me grapefruit, pasi mund të ndikojë gjithashtu edhe në ilaçet që përdorni për shëndetin tuaj. Spinaçi, ato përmbajnë edhe magnez dhe natrium dhe antioksidant të cilët ndihmojnë në presionin e gjakut. Peshku i ndyrshëm është një ndihmë shumë e mirë për uljen e presionit të lartë të gjakut. I pasur me acide yndyrore omega 3 reduktojnë inflamacionin, zgjerojnë enët e gjakut dhe gjithashtu ulin presionin e lartë të gjakut. Hipertensioni, ose ndryshe presioni i lartë i gjakut është një faktor më i zakonshëm që shkakton edhe rrezikun e sëmundjeve në zemër. Mbi 1 miliard njerëz në të gjithë botën kanë hipertension, citon Healthline. Medikamentet, përfshirë frenuesit e enzimave konvertuese, përdoren zakonisht për uljen e presionit të lartë të gjakut. Sidoqoftë, ndryshime në stilin e jetesës, përfshirë ndjekjen e një diete ushqyese të shëndetshme për zemrën, sugjerohen për njerëzit me hipertension. Në këtë video do ju njohim me disa nga ushqimet më të shëndetshme për personat që vuajnë vazhdimisht nga shkaqet e hipertensionit. Manaferat kanë një sër përfitime shëndetësore, përfshirë këtu edhe potencialin e tyre për të zvogëluar faktorët e rrezikut të sëmundjeve të zemrës, si hipertensioni. Manaferat janë të pasura me antioksidant të shëndetshëm dhe pigmente që japin ngjyrën e tyre dhe element ushqyes të cilat do të sjellin rezultate të kënaqshme në menaxhimin e niveleve tuaja të hipertensionit. Karrotat janë të ëmbla dhe ushqyese. Kanë përbërje fenolike që ndihmojnë në relaksimin e enëve të gjakut dhe zvogëlojnë inflamacionin. Brokoli është i njohur për efektin e tij të dobishëm në shëndetin e njeriut, përfshirë edhe sistemin e qarkullimit të gjakut. Ai është i pasur me antioksidantin flavonoid që ndihmon në uljen e hipertensionit dhe rrit edhe funksionin e enëve të gjakut. Gjithashtu spinaqi është një tjetër produkt efektiv për menaxhimin e shëndetit tuaj. Ashtu si panxari dhe spinaqi është i pasur me nitrate, po ashtu është i pasur me antioksidantin kalium, kalcium dhe magnez, çka do të sjellin rezultate mjaft të mira për personat që tashmë vuajnë nga problemet e hipertensionit. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.